Si parashikoni fundin e kësaj lufte, pasur parasysh që, siç e theksua, që amerikanët kërkojnë një lloj marrëveshje me Iranin, por kanë në mes Izraelin? Presidenti Trump, nëse i keni parë deklaratat e tij, domethënë gjithmonë thotë që ne nuk do të lejojmë Iranin që të ketë program nuklear. Edhe iranianët i kanë thënë amerikanëve, po, edhe ne nuk duam program nuklear, nga që kemi fatva nga udhëheqësi ynë suprem, Ayatollah Ali Khamenei, që arma nukleare është haram dhe jemi të gatshëm që ta ndalojmë. Po problemi është që problemi nuk është arma nukleare iraniane, e cila për mua është gabim nga ana iraniane. Për mua, unë po të isha udhëheqësi suprem i Iranit, unë do kisha zhvilluar bombën, nga që vetëm bomba atomike do largonte dhe tronte amerikanët dhe izraelitët. Megjithatë, problemi është që Irani nuk po kërkon vetëm të negociohet programi nuklear, për të cilin ata mund të bien dakord me amerikanët. Irani po kërkon dëbimin e amerikanëve nga bota e islamit, domethënë dekolonizimin e vendeve arabe nga amerikanët, po kërkon që të jepet fund projektit të Izraelit biblik, ku po kërkon që Izraeli të tërhiqet nga Libani dhe mos të bombardojë më Libanin, por edhe Gazën. Irani po kërkon që të kontrollojë gjirin e Hormuzit, ngushticën e Hormuzit dhe gjirin persik, gjë që nënkupton dëbimin e amerikanëve që kanë qenë aty që nga viti 1946-47. Pra është një investim amerikan prej sa viteve i bie, 60-80 vjeçar, gjë që amerikanët nuk e pranojnë dot. Dhe Irani sot po kërkon që të bëjë atë që bëri Egjipti në vitin 1956 në Gamal Abdul Nasserin, kur Egjipti nacionalizoi kanalin e Suezit, por që kishte mbështetjen e një fuqie nukleare, që ishte Bashkimi Sovjetik, dhe i detyroi britanikët, francezët, por edhe amerikanët në një farë mënyre, që të respektonin sovranitetin e Egjiptit dhe të largoheshin nga kontrolli i detit. Amerikanët besojnë që ata janë ende të fuqishëm. Irani nuk ka bombë nukleare. Rusia me Kinën nuk janë të gatshëm sikur Nikita Khrushchevi në 1956 që të hynë në luftë nukleare me Amerikën dhe perëndimin për të mbrojtur Iranin. Dhe për këtë arsye, presidenti Trump nuk i pranon kushtet iraniane. Tani ngelet për të parë se si do shkojnë, domethënë, a do kemi ndonjë marrëveshje apo jo, dhe kush do të jetë pala e parë që do dorëzohet. Iranianët me përdorimin masiv që po i bëjnë porteve pakistaneze, me tregtin që ata bëjnë me Turqinë, me Rusinë, me vendet fqinje, Azerbajxhanin që e kanë tregti toksore, ata ndihen të sigurt dhe të fuqishëm dhe janë të gatshëm që ta vazhdojnë mbylljen e kanalit të Hormuzit deri në nëntor, kur ne kemi zgjedhjet në SBA. Ngelet për të parë se çfarë do bëjë presidenti Trump. A do tërhiqet? Edhe sa kohë mund ta mbajnë amerikanët flotën në gjirin e Omanit, pasi duhet kuptojmë që mbajtja e flotës është shumë e kushtueshme. Sipas shumë politikanëve amerikanë, besohet që në këto 60 ditë luftë amerikanët kanë shpenzuar rreth $50 miliardë, edhe pse ministri i luftës Pete Hegseth deklaroi që ata kanë harxuar deri në këto momente rreth $25 miliardë. Sado që të harxohen, këto janë fonde masive të cilat dëmtojnë ekonominë amerikane. Dhe presidenti Trump e di këtë gjë shumë mirë. Po ngelet për të parë se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Dhe unë besoj që personi më i rëndësishëm në të gjithë këtë lojë apo luftë të madhe gjeopolitike është Benjamin Netanyahu, i cili, sikur tregoi edhe në luftën 40 ditore, por edhe në luftën 12 ditore me Iranin, është gjithmonë Izraeli që nis sulmet dhe amerikanët e ndjekin nga pas. Pra si e shikoni pozitën e tij në politikën amerikane,
si presidenti i Amerikës, sidomos pas luftës në Iran? Pozita e presidentit Donald Trump, sikur po përmendja më herët, është më e dobta që kanë parë presidentët amerikanë, sidomos në këto 30 vitet e fundit. Sondazhet tregojnë që më pak se 30% e amerikanëve e mbështesin. Për më tepër, dobësimi ekonomik po i bën amerikanët që të revoltohen. Sondazhe të ndryshme tregojnë që demokratët janë në avantazh ndaj republikanëve. Dhe kjo gjë e tremb shumë presidentin Trump. Megjithatë, ai mendon që nëntori është larg dhe mendon që deri në nëntor ai do gjejë një solucion për çështjen iraniane. Por puna që shumë analistë amerikanë tregojnë është që përkeqësimi i ekonomisë amerikane, sikur përmendte edhe një analist amerikan mbrëm, Scott Bennett, thoshte që tani Scott Ritter, ai thoshte që një familje iraniane janë rritur shpenzimet me ngritjen e naftës minimumi nga 450 deri në $500 në muaj. E do të kuptojmë që populli amerikan është shumë i varfër. Amerikanët jetojnë me atë që quhet paycheck to paycheck, nga rroga në rrogë. Dhe nëse ti për shembull punon si punëtor në McDonald's në SBA dhe merr $2000 në muaj, dhe me këto $2000 për zëm 1000 ti do t'i shpenzosh për qiran e shtëpisë, nëse jeton jashtë New Yorkut, jeton në ndonjë provincë, dhe me 1000 të tjera ti do paguaje gaz për makinën dhe ushqime, dhe nëse përpara nisjes së konfliktit ty shpenzimet mujore do të shkonin rreth $200 në muaj për gaz apo 250, tani shpenzimet e tua janë 500. Kjo do të thotë që ti ke më pak para që të hash bukë, sepse qiraja ngelet aty. Dhe domethënë kemi të bëjmë me një krizë shumë të madhe për familjet amerikane, dhe në rast zgjedhësh, presidenti Trump dhe Partia Republikane do të ndëshkohen rënd nga elektorati. Donald Trump ka deklaruar se do të tërheqë rreth 5000 trupa amerikane nga Gjermania. Pse ky vendim i Trump dhe a është kjo një lloj, le të themi, hakmarrje për qëndrimin që pati Gjermania në luftën që amerikanët patën me Iranin? Donald Trumpi ka deklaruar që në presidencën e tij të parë që ai e urren NATO, ai e kupton që NATO është një organizëm i krijuar nga britanikët pas luftës së dytë botërore për të kontrolluar Evropën dhe luftuar Rusinë. Dhe në filozofinë e Donald Trumpit, Rusia nuk është armik i rrezikshëm për amerikanët, dhe ata nuk e shohin Rusinë me të njëjtin sy që e shohin britanikët. Do të kujtojmë këtu që javën e kaluar mbreti Charles vizitoi Washingtonin, Kongresin Amerikan, Shtëpinë e Bardhë etj. Ku personi më i rëndësishëm i Evropës pas luftës së dytë botërore, mbreti i Londrës, u apeloi amerikanëve për ndihmë në luftën kundër Rusisë dhe mbrojtjen e Ukrainës. Po me sa duket edhe personi më i fuqishëm i NATO-s dhe i Evropës, që është mbreti i Londrës, nuk mori ndonjë mbështetje nga amerikanët. Tërheqja e 5000 trupave nga Gjermania, por presidenti Donald Trump deklaroi, tha, dhe ne do tërheqim akoma dhe të tjerë, bëhet për këto arsye. E para, amerikanët e dinë që britanikët, por edhe Gjermania po planifikojnë që të nisin luftë me Rusinë këtë vit, ndoshta apo edhe vitin tjetër. Gjermania industria gjermane po kthehet në një industri masive lufte, dhe Gjermania, ashtu sikur edhe Britania dhe vendet tjera të Evropës po përgatiten për luftë me Rusinë. Amerikanët nuk duan që të kenë punë në këtë luftë me Rusinë, dhe ky është një nga shkaqet pse po tërhiqen trupat. Shkaku i dytë që Trump e thot publikisht është që meqense NATO, Gjermania e të tjerë nuk na mbështetën neve në luftën kundër Iranit, edhe ne nuk do t'i mbrojmë atë.
dhe sikur edhe kancelari Gjerman Scholz njoftoi, tha ne ishim përgatitur për këtë, dhe evropianët e dinë që amerikanët po tërhiqen nga Evropa. Fakti tjetër është që amerikanëve u nevojitën trupat për të mbrojtur Izraelin. Ngjelet për të parë se çfarë do të ndodhi në ditët në vijim, nëse amerikanët do ta zgjasin armëpushimin me Iranin dhe ndoshta do arrijnë në ndonjë marrëveshje, gjë që duket shumë e vështirë, ose nëse me urdhrin e Netanyahut do të nisin prap luftën. Çfarë tregoi lufta 40 ditore është që amerikanët vetëm nëpërmjet bombardimeve nuk e ndryshojnë dot regjimin në Iran. Qeveria islamike e Iranit është e konsoliduar për rreth liderit suprem. Pas luftës 40 ditore, iranianët janë motivuar që të luftojnë edhe më shumë se sa më herët. Iranianët vazhdojnë akoma që të prodhojnë në masë raketa dhe dronë, dhe sikur kanë deklaruar shumë komandant të gardës revolucionare, ata janë duke pritur një luftë të dytë me amerikanët, dhe kuptohet që nëse kjo luftë e dytë do të fillojë prapë, nëse Trumpi apo Netanyahu do presin butonin e do thonë do hymë në luftë prapë, amerikanëve duhen sa më shumë trupa. Nëse gjatë luftës dytë botërore, misioni kryesor i Amerikës në Evropë në botë ishte mbrojtja e Evropës kundër Bashkimit Sovjetik dhe komunizmit, sot misioni kryesor i SBA-s është mbrojtja e Izraelit përkundrejt Islamit dhe botës islamike. Ky është qëllimi kryesor i politikës amerikane sot, dhe për personat që kanë fjalimin e mbretit Charles në Kongresin Amerikan dhe krahasojnë atë me fjalimin e Benjamin Netanyahu, presidenti Charles mori vetëm një duartrokitje në fjalimin e tij, apo atë që quhet standing ovation, do të thonë kur njerëzit çohen dhe brohorasin dhe duartokrasin për ty, ndërsa kur Benjamin Netanyahu ishte në Kongresin Amerikan, ai u brohorit dhe u duartrokit 31 herë. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që politika amerikane sot është peng Izraelit, ekonomia amerikane, ushtria amerikane ekziston dhe lufton për Izraelin, ushtria qendrore amerikane, apo që njihet përndryshe CENTCOM-i amerikan, mbulon dhe ku është përqendrimi kryesor i trupave amerikane sot në botë, është në lindjen e mesme, i cili mbulon vende që nga Egjipti e deri Turqia dhe Kazakistani. Dhe qëllimi i ushtrisë amerikane është mundja e çfarëdo lloji rezistence kundër Izraelit, dhe duke parë apo kuptuar edhe politikën izraelite, e cila është e çmendur dhe do që patjetër të realizojë Izraelin biblik, duke qenë që administrata e Trumpit kontrollohet nga zionist të krishterë, evangelist, qëllimi i amerikanëve nuk është më Evropa, por është Islami. Sigurisht që ju e përmendët e cekët pak edhe vizitën e Charlesit në Amerikë. Si u duk kjo vizitë dhe a u duk sikur Trumpi kishte një lloj vogëlsie ndaj mbretit Charles? Trumpi ka një farë kompleks inferioriteti ndaj mbretit Charles, nga që tek e fundit fare janë britanikët ata që shpikën Amerikën, dhe amerikanët gjithmonë i shohin britanikët pak a shumë sikur kosovarët i shohin shqiptarët e Shqipërisë, se ai vllai që është më i vjetër apo më i madh etj. Dhe unë mendoj se një nga arsyet pse mbreti Charles ka shkuar aty, ndoshta ka të bëjë edhe me lidhjen që Trumpi domethënë ka më shumë respekt për atë se sa ka për kryeministin Starmer. Britanikët në këto momente janë shumë të dëshpëruar. Ata po e humbasin luftën në Ukrainë. Ne kemi hyrë në vitin e 4 të luftës, dhe Rusia vetëm vazhdon që merr fshatra dhe bën përparime. Dhe shkuarja e mbretit Charles në
në Washington, ku ndër të tjera ai përmendi edhe rastin e Winston Churchillit, se si Churchilli e bindi presidentin Roosevelt gjatë luftës së dytë botërore që t'i bashkohej Britanisë në luftën kundër Gjermanisë naziste. Mendoj që edhe shkuarja e Charlesit ka të bëjë pak a shumë me një akt të dëshpëruar që britanikët janë duke bërë në këto momente për të bindur amerikanët. Por Trumpi si person kokfort dhe fodull që është, edhe në anën tjetër si person që është i kapur nga lobi i Izraelit, me sa duket nuk është përgjigjur sikur duhet, edhe vetë mbretit Londrës Charlesi.